pavarësisht që ka shumë anë pozitive në kuadrët e basketbollit, por ka edhe anë negative. Sidomos ngjarjet e fundit që kanë ndodhur dhe për këtë arsye e kam në linjë të drejt për drejt sekretaren e përgjithshme të Federatës së Basketbollit të Kosovës, Elvira Dushkun. Elvira, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Elvira, si basketbolliste kur ke qenë, a ke qenë e rrezikuara brenda palestrës ndonjëherë? Me sa më kujtohet momentalisht, jo. Jo, nuk po besoj. Ndonjë prej ngjarjeve kur ka pasur tifoz të shumë të anës kundërshtare? Në fakt, basketbolli femrave, shikueshmëria nuk është në nivelin, nuk ka qenë asnjëherë pas lutjes edhe vazhdon mos me qenë në nivelin që është në konkurrencën e meshkujve, por jo, nuk mbaj mend, me siguri kishte qenë diçka e keqe e kisha mbajt mend, por jo. Jo mbaj shumë kohë që e kam përfunduar karrierën aktive dhe po vjen shumë keq që nuk po mbaj mend, po jo, me siguri që jo. Me siguri që jo. E di që punon shumë, e di që merresh edhe me shumë klube, pavarësisht që duhet të merresh ndoshta edhe jashtë asaj punës që është edhe jotja, por që mundohesh të gjesh më të mirën për brenda për gjitha klubet. Por pavarësisht kësaj nuk është që mund të arrijmë të ndalemi të gjitha. Mirë po e kemi pa që thuaj se gjatë kupës, por edhe kampionati sa ka filluar nga viti i gjysma e sezonit së dytë, kemi pa pak a shumë ngjarje jo as të mira apo edhe as pak të hishme brenda palestrave, duke u goditur një basketbollist prej lojtarëve më të mirë në Kosovë, madje edhe një dimës trajner. Si ngjarje, si je parti fillimisht? Në fakt kjo po më një ngjarje që askush në asnjë sport nuk dëshiron me i pa aq më shumë me të tilla gjëra që janë marrë ata persona që kanë gjujt. Unë me padurim me komplet fillimin e sezonit pranveror, sepse është po që klubet fillon më mobilizu, punun me shikues të tyre, gjatë asaj pauzës që patëm zgjedhje u desht me shty 2 xhiro për pas përfundimit të vitit të ri, edhe klubet patën kohë me mobilizu edhe me organizu edhe me përforcu edhe me punu me tifozët e tyre, me shikuesit e tyre, edhe me shumë kënaqësi e kom shpreh dëshirën edhe kom udhëtu për Prizren, po flas për ngjarjen Prizren, për me shku me pa nga vendi ngjarjes ndeshjen, edhe isha informuar edhe kisha komunikim drejt për drejt me drejtorin ekzekutiv të klubit Kushtrim Kabashën, që po bëhen përgatitje, është përgatitur një atmosferë, nuk kanë mujt me flajt as tifozët e Arpagxhekët që një javë për organizimin që janë të e bo edhe për një me padurim e prita edhe për me shku edhe me pa krejt këtë manifestim që e kanë përgatit në klubi Prizrenit bashkëpunim me tifozët e Arpagxhekët, edhe shkuam në palestër edhe gjithë e dim më pas se çka ndodhe, çka është për me orë keq është se pikërisht aty në mes, pra në tribunën në Ballin që është aty, mu më kanë hasë sytë se përveç ndeshjes mundona me shiku edhe pjesë të tjera organizative, kom pa shumë vajza të vogla të moshës 10 vjeçare, 11 vjeçare, 12 vjeçare që kishin ble fanellat bashkimit, pasi fan shopi është hapur një ditë përpara, edhe ato ishin shku mu pajis me fanella dhe kanë qenë aty bashkë prej ku ka ardhur goditja ndaj lojtarit më të mirë Kosovës, gjitha korave, pra Dardan Berishës, edhe me të vërtet ka qenë për të ardhur keq ajo që ka ndodhur, pikërisht ka ardhur prej tribunës ku është në Ballore, edhe mandej të gjithë dim që ka, po fatmirësisht është që Dardani nuk është lëndu shumë, po është një diçka që nuk është dashur me ndodh, sepse ka qenë manifestim, ka qenë një ngjarje shumë e madhe basketbollit, edhe i dha ndeshja u ndërprer për thuajse një orë, i dha hije trond këtë organizimit që ka bërë klubi bashkimit bashkë me tifozët Arpagxhekët. Ndeshja më pas vazhdoi, po e humbi rëndësinë e saj. Më pas e dim që propozionet e gara të Kupës Kosovës i dënojnë rrepsisht këto gjujtjet e tilla, po më pas vazhdoi, mendum që përfundoi me kaq, sepse tifozët edhe në përgjithësi të tjera e morën vesh se çka ndodh, pra dënohet klubi me 3800 euro dhe për 3 ndeshje tribuna Ballore u ndëshku që mos me pas shikues aty.
po nuk është që mendum që dërgum një mesazh që federata nuk ka me leju ngjarje të tilla, po më pas ndodhi në Gjakov. Ajo që ka qenë mirë në Gjakov është që është parë është inqizu, për dallim prej Prizren ku nuk e dim, nuk e kemi informatën ende se kush ka gjujt aty. Tash kur po dal te krejt këtu, po dal që këto gjëra po ndodhin sepse nuk ka kamera të cilat në palestra. Sepse po të kishte kamera në palestra të sportive, disa kanë edhe disa nuk kanë, po dhe ato që kanë është shumë vështirë me arrit për me marr për me procedu tutje, edhe kjo po ndodh pikërisht për ata që nuk ka kamera në për të gjitha palestrat. Edhe tjetra është që ne kemi ofruar dhe kemi nënshkruar një marrëveshje me një kompani për shitjen e biletave online. Më pas kemi pas hezitime nga disa klube, sepse shitja e biletave online po besoj që kishte me fillu me reduktu këta huliganët që vinë palestra, sepse në momentin që ai që e blen banesën, ai që e blen biletën, atëherë ka me shkruar emrin, emrin, ulsen, numrin e njoftimit, edhe që ka me qenë shumë lehtë identifikueshme se kush ka gjujt, edhe atij personi mendimin e prokurisë dhe organeve tjera shtetërore më ndalu për jetë pjesëmarrja në ndeshje të basketbollit apo të sporteve në përgjithësi. Derisa nuk i kemi kamerat në për të gjitha palestrat, dhe derisa nuk kemi shitjet biletave online, na pavarësisht që pas këtyre ngjarjeve kanë qenë 4 raste, nëse nuk gaboj prej se ka filluar pjesa prej fillimit të vitit të ri, pavarësisht që kemi filluar mobilizim edhe federata është duke përgatitur masa të reja për shikuesit edhe këto në bashkëpunim me klubet edhe me policinë edhe me sigurimin privat, edhe nëse nuk ndodh kontrollimi i rrept nga sigurimi privat i klubeve të cilët kontraktohen nga klubet, sepse ai person që ka hyrë palestër edhe ka gjuajtur shkrepse ndaj Dardanit, edhe personi që ka gjujt me shishe ujit edhe ka rrugë pletar gjeçaj, sigurisht nuk është kontrolluar nga sigurimi që është kontraktuar nga klubi Nikosher. Kështu që na kemi vendosur që bashkëpunim me klubet, policinë edhe sigurimi privat, por këtë rast prokurimi me angazhu që më mundu me i parandalu gjëra të tilla, sepse tash po shkojmë ka përfundimi i sezonit të rregullt edhe gjysmë finalet e kupës, finalet e gjithçka ka filluar me qenë e nxehtë në parket mes skuadrave, por nuk duhet mu leju e njëjta gjë me ndodh edhe në tribuna, aq më shumë që po merr pjesë vetëm një tifozërie, nuk janë të dyja tifozërit. E përmend, do të thosh që keni punuar shumë në aspektin edhe çështjes së sigurisë, njëra prej tyre ka qenë edhe pjesa e pajisjeve të ekipit pranë që t'jenë me kamera. E përmendet disa prej tyre kanë, por disa prej tyre nuk kanë. Pse nuk është bërë, thuajse një vendim më i rrep për skuadrat të cilat nuk kanë arritur ti pajisin me kamera. Në fakt është obligim i secilës komunë që udhëheq përmendoj palestran me i pas këto kamerat, po nëse nuk gaboj me ligjin e ri për parandalimin e dukurive negative, po ai që ka qenë mesin e 13 ligjeve që i ka shfuqizu gjykata ka mbet ende është rikthyer në shqyrtim, sepse me ligjin e ri janë kamerat edhe shitja biletave online është obligative, është edhe numri i njoftimit të xhezeta. Pa ndodhur këto gjëra, edhe pa fillu kamerat e sigurisë, edhe pa fillu shitja biletave online për mi dhënë të gjitha dhënat, nuk kemi me arrit me pas sigurit sportista, po jo vetëm sportista, po edhe persona zyrtar që marrin pjesë në ndeshje. Megjithatë me masa që po jemi duke planifikuar dhe do të shqyrtojmë edhe në bordin e Federatës Basketbollit e më pas edhe me klubet, po besoj që këto kanë menduar brenda 2-3 ditëve të fillimit të javës së ardhshme, kemi mundu gjithçka me parandalu edhe me fillu kampanja të ndryshme që me vëjdisu njerëzit që basketbolli është për qef edhe nuk shkohet aty me gjujt X personin apo me shfaqje dhunë. Më pas ajo që ka ndodhur në Pej, që është ndërprer ndeshja, është plasur salla për shkak të hudhjeve në drejtim të ekipit të Pejës nga tifozët, edhe ajo është krejt e papranueshme, kështu që na kemi mundu mobilizim me klubet, sepse sigurisht se klubet nuk e dëshirojnë një gjatë të tillë me ju ndodh, mobilizim me klubet, me këto që i kemi, pra pa kamera në të gjitha palestrat,
për këtë edicion edhe pa shitjen e biletave online mu mobilizu maksimalisht dhe mendimin e policisë, sigurimit private dhe klubeve që me përfundu edicionin në mënyrë më të rregullt të mundshme. Na mundë me bordi Federatës së Basketbollit Kosovës, nëse nuk gaboj para 2 viteve ka marrë mosa dhe më të rrepta, në momentin që fillon një sharje sprazet palestra, por ne nuk po dëshirojmë me ardhur deri aty, sepse ajo është shumë imazh i keq, edhe kjo që ka ndodhur është imazh i keq i basketbollit të Kosovës me gjitha ato investime që po bëhen në klube, në Federatën e Basketbollit, edhe në fund me ardhur një për X personi me prish krejt atmosferën për të cilën ka punu sigurisht klubi, federata, dhe jemi angazhuar të gjithë që me qenë në mënyrë më të mirë të mundshme, kështu që po besoj që federata nuk dëshiron të arrijë aty ku ka qenë para 2 viteve, pra që për një sharje mos pras palestra. Elvira ka pas reagime të shumta edhe ndaj federatës, po ka pas edhe reagime ndaj klubeve, por një pyetje të cilën më kanë bërë edhe më shpesh shumë prej atyre të cilët e shikojnë basketbollin nga afër dhe kanë dëshirë për pjesën pse është larguar vetëm pjesa ballore në ndeshjen mes Bashkimit dhe PS dhe pse në ndeshjen mes Vllazimit dhe Bashkimit janë larguar gjithë tifozët. A mundesh me na tregu se si merret një vendim në lidhje me këto ngjarje që ndodhin? Në raportin e ndeshjes në Prizren ka qenë e cekur nga vëzhguesi i ndeshjes, delegati i ndeshjes, ka qenë e cekur që ka shkuar, ka kontrollu, ka bisedu me lojtarin e lënduar dhe ka pyetur sa mund të vazhdojë ndeshjen dhe ai ka thënë po. Në momentin që lëndimi kishte më qenë i masës që ai nuk mund të vazhdojë ndeshjen, atëherë normalisht ishte zbraz, nuk ishte zbraz ndeshja, ishte pre ndeshja. Edhe normalisht fitoria kishte me i taku ekipit të PS, po aty në fund nuk ish diskutuar çështja e fitores, po çështja e rezultatit, sepse është siguria e lojtarëve edhe e zyrtarëve të tjerë të pranishëm në ndeshje është prioritet për federatën dhe më pas rezultati duhet me qenë në plan të dytë. Ndërsa në ndeshjen sipas raportit të delegatit të ndeshjes në ndeshjen në Gjakov është tërhequr vretja ndaj, ka pasur fyrje sharje në kor ndaj ekipit të Bashkimit. Është tërhequr vetëm një vretje, më pas është tërhequr vretja zyrtarisht pak para përfundimit të pjesës së çerekut të dytë, dhe në momentin që është tërheq vretja, ndeshja ka përfundu, ka fillu, është gjujt shisha ndaj ndim trenerit Bledar Gjeçaj dhe në bazë të kamerave që videove që janë i kemi të prezente, ka fillu edhe sharje tjetër, ka fillu edhe kërcënim, kështu që delegati ndeshjes së bashku me gjyqtarin e parë dhe gjyqtarët e tjerë, normalisht në bazë të rregullave kanë vendosur që me u shpras. Pra aty ka pas bëj edhe me sharjen kor, e cila sharje lejohet një herë dhe në herën e dytë zbrazet palestra, kështu që janë grumbulluar të gjitha gjërat dhe për këtë arsye ka arritur deri te zbrazja e palestër konform propozicioneve të garave të Kupës Kosovës. Pra e di që ka pas në media, ka pas në persona të ndryshëm që e vlerësojnë veten jashtë të mirë të basketbollit, që ka thonë që se Federata e Basketbollit vepron me standarde të dyfishta, po i sigurojmë 100% njerëzit e komunitetit basketbollit, po edhe komunitetin sportdashës që Federata nuk vepron me standarde të dyfishta, po Federata vepron konform propozicioneve rregullat basketbollit të cilat janë në fuqi dhe të cilat në ato momente kanë qenë shumë të qarta. Ka pasur fyrje në kor në Gjakov, është tërheq vretja, ka gjuajtur shishe, ka vazhduar me fyrje dhe më pas ka arritur deri te zbrazja e palestrës, që mendojmë si Federata e Basketbollit që delegati i ndeshjes edhe referi i parë dhe referët përgjithësi kanë vendosur me të drejtë. Kështu që mirë që e shpjegove edhe këtë situatë, sepse për me ka pas... Po, më vjen shumë mirë që më ka ardhur rasti me shpjegu, sepse të ashtu quajturit njoft të basketbollit nëpër televizionet të ndryshme e kanë vlerësuar që Federata ka vepruar me standarde të dyfishta, po ju siguroj 100% se nuk ka pasur standarde të dyfishta në këtë ndeshje. Pyetja tjetër. Në lidhje me këtë ngjarje që ka ndodhur. Kemi parë rastin e Dardanit, kemi pasur rastin dashur edhe të demonstranerit. Apo rrezikohen basketbollistët edhe apo ndryshe sportistët edhe në ndeshjet e tjera në rast se mund kemi ngjarje të tilla? Në ngjarjet e tilla ne jemi duke punuar në drejtim që mos me ndodh ngjarje të tilla. Pra për këtë arsye përmenda gjithë mobilizimin federat, klube, polici, sigurim privat,
Edhe vetë fakti që policia ka reagu në Gjakov, edhe po më i ka burgos edhe i ka identifiku personat, ka qenë mesazh shumë i mirë, edhe ne kemi shpërndarë si komunikat një gjë të tillë, edhe kështu që kemi mundu edhe me mesazhe të tjera, me kampanja të ndryshme që me vetë disu personat që mos me gjuhë në drejtim, mos me gjuhë fare, aq më pak në drejtim të sportezve që për neve janë të shenjtë. Kur sulmohet tereni, na kemi fillu, tereni është i shenjtë për neve, kemi fillu me marrë masa dhe më të repta, kështu që e ceka dhe më herët, nëse ka më vazhdu dhe vetëm në ndeshje kështu atë federata ka me shku në veprime të tilla që vetëm me një sharje pa qenë edhe në kër, vetëm me fyrje, kanë me fillu mu spras palestrat, por sigurisht se nuk dëshiroj me arrit aty, sepse të gjitha klubet kanë investu me miliona euro, dhe federata njëkohësisht për me rrit nivelin e Prokredit Superligës, kështu që na besojmë fuqishëm që edhe këtë weekend, pra tash në ora 5 kur fillojnë ndeshjet, edhe më pas në ora 6:45, edhe nesër edhe tutje nuk kemi pas ngjarje të tilla. Ka pasur hudhje edhe një ndeshje tjetër, por ka qenë një hudhje e bukur fakt. Në ndeshjen mes ajo ka qenë më e lezetshmja. Më e lezetshmja. Qysh mundesh me na komentua ato? Po mendoj ka qenë propozim prej menaxherit për marketing dhe komunikim Federatën e Basketbollit Kosovës, që pas krejt kësaj çka ka ndodhur atëherë një veprim i tillë është bërë edhe në shtete të ndryshme, pra në basketboll, pikërisht në ndeshjet të basketbollit ku kanë hullur, ka pasur gjëra negative pra nga huliganët e ndryshëm, ata kanë vepruar në këtë mënyrë dhe ne meq në balloret në Prizren nuk ka pasur shikues, sepse normalisht po të kishe pasur shikues në ballore, atëherë do të kishim hedhur më shumë edhe kishte me qenë mesazhi sigurisht më i madh, po vetë fakti që i kemi inkuadru fëmijët e programit që i kemi bashkë me qeverinë dhe me Federatën e Sportit Shkollor, që është sport shkolla basketbollit 3x3, edhe në bashkëpunim me klubet edhe me shkollat e basketbollit Prizren, kemi arritur me dërguar një mesazh që mos më ndodh ato që kanë në 4 ndeshjet e Prokredit Superligës, po nëse ka hudhje atë me pasur hudhje të tilla dhe për na shumë të lumtur që ato 405 arusha që janë hudh aty, ne dje i kemi dërguar në sos shatin këtu në Prishtinë dhe i kemi shpërndarë te fëmijët të cilët me të vërtet kanë nevojë për arusha të tilla. Gjatë shumë i mirë edhe për të përgëzuar. Pak a shumë na ka kujtuar edhe këtë ndeshjet në Turqi që luan. Kemi parë që hudhen shumë shpesh dhe arusha të ndryshëm, pra kukulla për fëmijët që janë rripin e gazës apo ngjarjet apo edhe atyre të cilët janë të prekur nga leukemia apo qoftë edhe sëmundje të tjera si kanceri. Para shumë ajo, po kjo është vetëm një fillim i kampanjës, sepse federata ka me vazhdu me kampanja të tilla sensibilizuese dhe disuese që me mundu nëpërmjet social media, nëpërmjet website-it edhe reklamave të ndryshme që do t'i përgatitem që me i sensibilizu njerëzit që me të vërtetë kur vinë me shiku basketboll, me përkrah ekipin e tyre, edhe në fund ose mu gëzu ose me hidhru edhe me prit që nëse humbin këtë lojë atë tjetrën me shpresu që kanë me fitu edhe mos më ardh deri te hudhja gjësandeve të ndryshme, lëndimi i sportistave që për neve ata janë të shenjtë, kështu që po shpresoj shumë që kjo fundjavë dhe më tutje nuk kam na sjell dukuri të tilla negative. Por se do të jem pak a shumë të ngjarjet pak si të rujtë, të jem pak më shumë surprizë edhe për ata të cilët janë me brenda parketit. Nuk muj me të çu pa ta bërë një pyetje që ka qenë kur ke qenë edhe tek Naimi nuk ta ka bërë pyetje, po unë duhet me ta bëj. Reagimin e Drilonit, si mundesh me komentu? Ka bërë edhe një tjetër reagim, ka qenë në televizion Dugazhini, po ashtu edhe reagimin e tij në postim në lidhje që nuk është zgjedhur si lojtari më i mirë i vitit 2025. Në fakt në Radio Dugazhin nuk e kam pas rastin me dëgju. Në televizion Dugazhin. Po, në fakt televizion Dugazhin nuk e kam pas rastin me dëgju. Driloni është një sportist i vërtet me të cilin unë kam raporte shumë të mira edhe si ish basketbolliste edhe si sekretare, edhe vlerësoj shumë, edhe komuniteti i basketbollit dhe Federata e Basketbollit e vlerëson shumë si sportist. Me të vërtetë ajo është tregu sportist të jetën e tij aq më shumë vitin e kaluar që ka pasur që ka qenë i semur dhe më pas u kthyesh është kthyer në parket, të gjithja kemi pas lakmi për këtë vullnetin që ka treguar, na kemi pas raste me bisedu edhe unë personalisht me Driloni, me të vërtetë kum përgëzu për krejtat. Ato tek ne është shumë e qartë, ne i dërgojmë klubeve propozimet për t'i bërë.
klubet i dërgojnë propozimet e tyre tek komisioni i cili emërohet nga bordi i federatës, propozon bordi i federatës vendos për apo kundër propozimeve të komisionit që këtë herë ka qenë, po dhe 2 herë të kaluara ka qenë për propozime që janë pranuar nga klubet, po njëkohësisht edhe nga vlerësimi që e ka bë komisioni. A kemi nevojë për ndryshime të rregullore? Sigurisht, na kemi diskutuar edhe ku kam qenë në mysafire bashkë me juve tek Naimi, na nuk kemi perfekt, e pranojmë Federatën e Basketbollit, pranojmë edhe kritikat, normalisht që kemi mundur me diskutuar edhe me Drilonin më shpjeguar dhe me kërkuar kuptim prej tij, po në anën tjetër nëse komisioni dhe bordi i federatës ka vlerësuar se Dardan Berisha e meriton me qenë atëherë me të vërtet, nëse bordi ka vlerësuar të tillë, atëherë ai është dashur të shpallët, gjë që edhe ka ndodhur, ne gjithë e dim edhe njohim çfarë ka bërë Dardan Berisha për klubet në Kosovë, po edhe për përfaqësuesën e Kosovës, kështu që po besoj që bordi këtë herë nëse ka menduar që Dardani meriton atëherë, ashtu ka qenë pikpamja e bordit, kështu që nuk kemi çka të flasim më shumë në këtë drejtim. Po na kemi respekt madh për Drilonin, fakti që am pëlqen nëse ai ka postuar një gjë të tillë, jo me të thënë të drejtën nuk më ka pëlqyer, megjithatë është e drejta e tij, është profili i tij në personal në Facebook, ai ka të drejtë me dhënë mendimin e tij, por në anën tjetër ka qenë komisioni dhe bordi, komisioni që ka propozuar dhe bordi që ka merituar laureatët e vitit për vitin 2025. A do të ketë përditësime në rregulloren për shpalljen e laureatëve? Ju garantoj 100% që do të ketë. Elvira, shumë faleminderit që zgjidhe kohën pavarësisht që patëm një ngjarje, një bashkëpyestim temë, e cila është dashur të bëhet për arsye të ngjarjeve të fundit. Faleminderit shumë për sqarimet edhe shpresojmë që të zgjidhen problemet sa më shpejt. Faleminderit shumë për ftesën. Po kthehen atë ndeshjet e basketbollit, po shpresoj shumë që gjithçka ka më përfunduar mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë.